Kjo motra e ka një problem, thot, pse bre hoxh i drejti po vujke shumë? Pse njerëzit të ngullin thikën mas shpine, dhe më thonë, bash ata që mas shumëti i ke dashtë edhe i ke ndihmu? Dy drejtime do e orientoja këtë pyetje në tane. E para, është shumë normale që i drejti vunë, për arsye se i drejti nuk bën dallavere, nuk mashtron, nuk bëhet idiot, sikurse idiotët. Edhe kjo është normal se ka me vujt, kur jeton në një botë të mbushur me idiot. Por asesi nuk do të thonë që nuk shpërblehet ky i drejt për mundin edhe drejtsinë e vet, sepse ky synim e ka Allahun me arrit kënaqësinë e Zotit, e jo më bën jetë sikurse të tjerët. Kjo e para. E dyta, megjithatë, ne duhet të bëhemi të drejtë, t'ju ndihmojmë të tjerëve, por të mos kalojmë në naivitet. Jo më bën naiv. Prandaj, shpesh njerëzit të cilët të drejtit ja ngullin thikën mas shpinës, këta bëjnë për arsye se ky i drejt është edhe naiv. Pra i drejt po, ama naiv nuk duhet më ba. Sa me ndihmu, sa më koni sjellshëm me tjerët, aq sa nuk ta keq përdorin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar që besimtari është largpams edhe vigjilant. Naiv jo. Naiv jo. Andaj ka raste kur na vetë kemi fajt, apo dikush prej nesh, inshallah si e ti edhe unë prej tyne. Kur na vetë, bëhemi të tillë që të tjerët na konsiderojnë për naiva, edhe na i hajmë forat e tyne. Kështu që unë po të thamë bëhoj drejt, po jo naiv. Nalu aty ku duhet banal, jo me të keq përdorur të tjerët.